ende nuk janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur më datën 9 shkurt në Kosovë. Fillimisht vonoi numërimi i votave e më pas dolën disa parregullsi që vështirësuan finalizimin e këtij procesi. Këtë çështje ka komentuar publicisti dhe veprimtari nga Kosova, Idris Zeshiraj. Ai thotë se shpreh keqardhjen për foljet lidhur me bartjen e votave nga njëri subjekt tek tjetri apo brenda të njëjtit subjekt. Kemi mirëpritur vendimin e KSZ se numërimi i votave do të bëhet në qendrën e votimit, si për subjektet ashtu edhe për deputetët me mbikëqyrjen e komisioneve partjake, një transparencë që nuk lë asnjë dilemë për ndryshimin të adresimit të votës së subjektit politik apo të deputetëve. Lansimi i dyshimit është shqetësues dhe urohet të mos kalojë përtej dyshimit. Shtrohet pyetja, ka shikustueshëm është aparatura e numërimit? Në raport me pagesën e qindra komisionerëve, kuadri teknik dhe mbikëqyrës për një muaj radhazi, përtej një muaji vazhdon të dominojë pyetja mbizotëruese, e shprehur edhe në mënyrë dëshirore, a mund të kemi një qeveri të re dhe të vendosë LDK? Pse pikërisht të lakohet kjo pritje, si vetmja zgjidhje aktuale e pranueshme nga shumica e shqiptarëve, por rrethana tut kryshin që ndodhet Kosova, sepse realisht nuk ka hapësirë për të bërë një zgjidhje të dytë të pranueshme për interesat e Kosovës, vlerëson ai. Zeshiraj thotë se shqiptarët në përgjithësi, populli i Kosovës në veçanti, ka pritur reflektimin e partive ndikuar të koalicionit në PAN. Këto subjekte politike të lindura nga mitra e përgjakur e LPK-s, me eksponent kryesor të saj tashmë të konfirmuar si agent të trefisht, Sigurimit Sekret Shqiptar, SHIK dhe SHISH, UDB-s dhe BIA serbe, DGS-e franceze pa përjashtuar shërbimet të tjera informative, zgjodhen metodën fashizoide të partizanëve të Enver Hoxhës, vrasjen e kundërshtarëve politik, para, gjatë dhe pas luftës, për të marrë dhe mbajtur pushtetin. Përdhunueshëm i përgjakshëm madje pas zgjedhur mjetet. Krimet e eksponentëve të LPK-së djeshme, të PAN-it të sotëm, përkatësisht të PDK, AK, Nisma, janë faktuar nga gjykata vendore dhe ajo ndërkombëtare, por ndjekin asnjëherë dhe në asnjë rast nuk ka qenë real, meritor në raport me krimet numerike e sadiste. Janë ekzekutuar djemë dhe burra detar të dëshmuar të cilët bën paqen dhe luftën, si parti LDK dhe forca e organizuar veprimtare luftarake, qindra shtatore dhe memoriale për kujtimore të ushtarëve luftbërës të Farkut të Ibrahim Lugovës, kuadro dhe veprimtar të LDK-s, gazetar e korespondent të luftës, kuadro e veprimtar të hershëm të LPK-s, aktivist dhe ushtar të vijës lugoviste, janë dëshmi e krimeve makabre të bëra nga disa komandant kundërshtar me bandat e tyre, tha ai. Publicisti thot ndër të tjera për Bota Sot, se edhe pas një çerek shekulli, këta komandant eksponent të partive të PAN-it nuk ka shprehur asnjë pengesë për krimet tashmë të konfirmuara, përkundër ata synojnë rikthimin e dhunshëm në pushtet, edhe pse populli i Kosovës me votën e tij demokratike sërish i ndëshkoi, i refuzoi bindshëm. Burimet e klientelës së tyre elektorale janë në rast i dyshimt 80.000 në punës shtetëror, 30.000 antar të Shikut, 42.500 veteran të rreshëm, shto këtu edhe votat e familjarëve, farefisnore dhe të miqësisë së tyre i mbajnë brenda kuotës së pragut zgjedhor. Shikojini listat e kandidatëve për deputet të PAN-it, sidomos brenda arrestimit numëror 20, me krime në përkëmbë, nuk ka ecje të shpenguar drejt progresit e Europës. Njerëzit e shantazhuar me dosje aktive, obligime karshi, agjensive informative të huaja armike të Kosovës janë të rrezikshëm për vendin dhe asesi nuk duhet të ngliten në poste vendimarrëse. Kujtoni vizionarin Urtak Rugova, refuzimin e anësimit për kryeministër apo ministër, sepse e konsideronte rrezik potencial për Kosovën, nga që e dinte ku kulloste ai. Lek qoftë marrja në koalicion të cilido subjekti të PAN-it, PDK, AK, Nisma, nga lëvizjave të vendosje, do të ishte nonsens i madh për vetvendosjen, si dhe për provokim i rënd për popullin e Kosovës dhe shqiptarët e përbotshëm. E tritshme do të ishte sidomos për shumë qindra familje viktima të komandantëve të PAN-it me bandat e tyre vrastare, thot ai. Për analistin Zeshiraj, kushtëzimin e demokraci në shtetin me pluralizëm partjak realisht nuk duhet të kishte. Por ajo që ka ndodhur Kosovës përgjakja ndër shqiptare pa luftë civile, qytetare ashtu unike dhe përtej hapësirave ballkanike,
Andaj duke pasur një partner të pakriminalizuar siç është LDK-ja, Albin Kurti dhe vetëvendosja e tij duhet t'i ofrojnë bashkëqeverisjen, duke përmbushur dëshirën e shqiptarëve dhe sugjerimin e ndërkombëtarëve për ta kompozuar qeverinë në pritje. Lëvizja vetëvendosje duhet i përmbahet vendimit që opozita e bashkuar e PAN-it nuk duhet lejuar të përvetësojë fitoren e saj për ta qeverisur Kosovën. Njëherësh duhet të përcaktohet prerazi për bashkëqeverisjen me LDK-n. Pa më dyshje, kjo do të ishte qeverisja më e mirë dhe me duar të pastra. Propaganda e organizuar e Baton Haxhiut me lukuninë e tij lehelqene të argatëve të tij, po agjitojnë për të demoralizuar LDK-n, duke ja kujtuar koalicionin e qeverisë Kurti 1. Nuk ka funksionuar gjoja për fajin e lëvizjes vetëvendosje. Këtë çështje kemi trajtuar dhe sqaruar deri në shterrim. Koalicionin e ka prishur Thaçi me Grenell, Vučić, Rama, Mustafa, dhe këtë e konfirmon Arben Gashi se Grenell na dha një javë fat për ta prishur koalicionin me lëvizjen vetëvendosje. Edhe Isa Mustafa thot se unë e prisha koalicionin me lëvizjen vetëvendosje, por Isa nuk ka qenë asnjëherë antar i LDK-s. Ai ishte katapultuar në krye të partisë Rrugovës nga Hashimi, madje edhe ministrat kryesorë ja kishte ofruar ai. Pra kjo nuk përbën asnjë pengesë. Për ta bërë koalicionin aktual, lëvizja vetëvendosje, LDK vlerëson Zeshiraj.